Vullneti qytetarëve është shumë i qartë, domethënë qytetarët edhe realisht ndërtimi jonë kushtetues është kështu që subjektet politike duhet të bashkëpunojnë dhe të ndërtojnë institucionet. Absolutisht nëse janë këto numra, siç po themi, domethënë të mbeten këto 48, 20 ose të rriten të zvoglohen, po me pakicat mund të bëhet, domethënë mund të bëhen institucionet pa problem. Qoftë lëvizja vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës, qoftë lëvizja vetëvendosje me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me deputetët e pakicave, gjithmonë përflasim me deputetët e pakicave në gjitha kombinimet, për shkak se e dim kërkesave kushtetuese që i ka kushtetuta jonë. Në anën tjetër, është më pak e mundshme. Qeveri vetëvendosja ndoshta do të mund të formonte me pakica, por a mund të kemi një qeveri stabile me numrat e pakicave, sepse edhe në shkurt ishte kjo çështja, po ky problem. Sikur të kishte vetëvendosje, edhe sikur të kishte 51 deputet edhe pakicat jo sërbe, edhe sikur të formonte qeverin, prap do të ishte problemi tek presidenti i Republikës dhe aty do të kthehemi prap në pikën zero. Kështu që konsideroj për të mirën e gjithëve, po mendoj edhe të mirën e qytetarëve, është mirë që subjektet politike të ulen dhe të bisedojnë dhe secili për nga rëndësia që ka, përqindja që ka të marrë pushtetin dhe të marrë atë sa i takon normalisht sa si ka vendosur qytetari. Në fund qytetarët kanë vendosur që këto të jenë votat edhe këto të jetë shpërndarja, edhe kjo të jetë numri i deputetëve në kuvendin e Kosovës. Unë mendoj që realisht subjektet politike duhet ulen nga nesër, edhe pse nuk e bëjnë këndinjë të tillë, po do duhet të uleshin nga nesër që të fillonin negociatat. Kryetarët e subjekteve politike janë lexues të rezultateve dhe besoj që duhet të kuptojnë rezultatet. Opozita, pretendimi ose kërkesa e opozitës që të bëhen bashkë, absolutisht është e mundshme në kuptimin që lëvizja vetëvendosje duhet ta ezauroj pjesën e parë ose herën e parë të si mandatari i qeverisë dhe kjo varet shumë nga presidenti, në këtë rast nga kryetari i ri i parlamentit, i cili do të jetë me automatizëm ushtrues detyre i presidentit, dhe në momentin që zgjidhet kryetari i parlamentit dhe zgjidhet kuvendi, në automatizëm është edhe ushtrues detyre i presidentit, ai do të jetë personi i cili do të jap mandatarin njërës nga subjektet politike që i ka votat. Vazhdo pasaj tjetë kontestuese kujt i takon mandatari dytë në rrasë se dështon mandatari para, po është të qartë, sepse e kemi diskutuar. Është në vullnetin e presidentit. Presidenti mund të mbledhë subjekte politike dhe ato subjekte që e bindin se i kanë votat, ata vendosin për ta vendosur presidentit që u jap mandatarin. Në rastin tonë kemi pa vitin e kaluar, ka qenë një vit i gjatë, po besoj me shumë peripeci dhe me shumë tentime për zgjedhjet e kryetarit të kuvendit dhe megjithatë kur u zgjedh kryetari i kuvendit, dështimin e parë të mandatarit të qeverisë u përkthye në një votim të dytë për një mandatar tjetër nga po i njëjti subjekt politik, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, dhe dështuam prap dhe më pas shkuam në zgjedhjet e dhjetorit